Këngëtari i njohur shqiptar, Blero Muharremi, ka hyrë zyrtarisht në një etapë të re të jetës së tij personale, duke i dhënë fund beqarisë dhe duke kurorzuar dashurinë me partneren e tij, Eronita. Lajmi për martesën e çiftit është pritur me interes të madh nga publiku dhe ndjekësit e artistit, të cilët prej kohësh kanë qenë kurioz për jetën private të tij. Ceremonia martesore është organizuar në mënyrë private, larg syrit të mediave, në prani të familjarëve, miqve të ngushtë dhe njerëzve më të afërt të çiftit. Nga pamjet e para të shpërndara në rrjetet sociale, vihet re një ambient tejet elegant dhe i sofistikuar, i kuruar me shumë kujdes deri në detajet më të vogla. Dekori, ndriçimi dhe organizimi i hapësirës krijonin një atmosferë intime dhe romantike, ndërsa ceremonia është mbajtur në një nga hotelet më luksoze të kryeqytetit, i cili ofronte privatësi dhe komoditet për një ngjarje kaq të rëndësishme. Çifti është shfaqur i buzëqeshur dhe i lumtur, duke reflektuar qetësi dhe harmoni në këtë ditë të veçantë. Kjo është martesa e tretë për Bleron, një fakt që ka tërhequr gjithashtu vëmendjen e publikut. Ai ka qenë më parë i martuar me aktoren e njohur Teuta Krasniqi, me të cilën ka edhe një vajzë. Pas përfundimit të kësaj martese, këngëtari kurorzoi dashurinë me Afrona Dikën, një lidhje që zgjati disa vite, por që përfundoi po ashtu me ndarje. Pavarësisht eksperiencave të mëparshme dhe sfidave që kanë shoqëruar jetën e tij personale, Blero ka vijuar të jetë një nga figurat më të përfolurat e estradës shqiptare. Martesa me Eronitën shënon një kapitull të ri dhe një fillim të freskët për artistin, duke lënë pas të kaluarën dhe duke u fokusuar në ndërtimin e një të ardhmeje të qëndrueshme dhe të lumtur. Ky hap i rëndësishëm duket se vjen në një moment pjekurie personale për këngëtarin, i cili ka treguar se është gati për një rrugtim të ri në jetën familjare. Urimet për çiftin nuk kanë munguar as në rrjetet sociale, ku fansat, miq dhe kolegët e shumt nga bota e artit kanë shprehur mbështetjen dhe gëzimin e tyre për këtë martesë. Ata i kanë uruar Bleros dhe Eronitës dashuri të qëndrueshme, mirëkuptim dhe harmoni, duke shpresuar që kjo lidhje të jetë e mbushur me lumturi dhe momente të bukura në vitet që vijnë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.